Pra të nderuar përfaqësues të medjave, për mua si Ministri i Ekonomisë, ku edhe kemi kompetencat sa i përket sektorit energjetik në Republikën e Maqedonisë së Veriut, është me të vërtetë një kënaqësi e madhe që pikërisht sot marrim pjesë në hapjen publike në një mënyrë më transparente të mundshme sa i përket qendrave të reja fotovoltaike të cilat duhet të ndërtohen në vendin tonë në tokë private, siç janë të njoftuar të gjithë grupet e interesit, po njëkohësisht edhe qytetarët, edhe media në përgjithësi, pra me përfundimin e thirrjes publike të parë ku kishin mundësi të instalohen qendra fotovoltaike për 35 MW, sot përfundoi procesi i hapjes së ofertave për tokë private, pra me 27 MW, dhe kjo edhe njerë dëshmon që në një afat 2 vjetore, Republika e Maqedonisë së Veriut pothuajse do të dyfishojë kapacitetin e instalimit nga energjitë e ripërtrishme apo nga solari. Ne nuk do të ndalemi këtu, javën e ardhshme do të nënshkruhet edhe marrëveshja nëpërmes elektranave të Maqedonisë dhe realizuesit të projektit në termoelektranën Oslomej, e cila do të rrisi kapacitetin e asaj termoelektrane, për njëkohësisht edhe do kalojmë nga një termoelektran e cila e ndot ambientin në një elektran e cila investon në kapacitetet ripërtrishme të energjisë elektrike, por njëkohësisht si Ministria e Ekonomisë në bashkëpunim me elektranat e Maqedonisë punojmë fuqishëm në dokumentacionin sa i përket instalimit të 100 MW shtesë në kuadër të termoelektranës së Oslomej. Më e rëndësishme për qytetarët, por njëkohësisht edhe për ne si qeveri, është fakti se qytetarët e vendit tonë apo shfrytëzuesit e energjisë elektrike, në veçanti anvisrit, më nuk do të paguajnë çmime të mëdha sa i përket energjisë elektrike, për shkak se edhe në pjesën e parë të tenderimit për instalimin apo ndërtimin e kapaciteteve energjetike nga qendrat fotovoltaike, kemi oferta të cilat pothuajse janë zero, por edhe në tenderin e hapur të sot kemi oferta zero, që do të thotë se nuk do të ketë ndikim ashtu si e parapam që në fillim, ku edhe shtetin duhet të paguajnë nga buxheti, por njëkohësisht edhe qytetarët të paguajnë energji elektrike më të shtrenjtë. Edhe pse kishte shumë skeptik kur e filluam këtë projekt, sot u dëshmua e kundërta, se qeveria e Maqedonisë së Veriut, Ministria e Ekonomisë, kabineti i zëvendës së kryeministrit zotri Angjushev, me kujdes ka përgatitur të gjitha dokumentacionet, metodologjinë, me vetëm qëllim që të kemi, sipas mendimit tim, por njëkohësisht edhe atë e ndan edhe opinioni më i gjerë, investime të cilat janë pothuajse më të suksesshme në vitet e fundit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, investime të cilat nuk do të ndikojnë në rritjen e çmimit të energjisë elektrike, por përkundrazi do të ndikojnë në rritjen e kapacitetit prodhues të vendit tonë sa i përket energjisë elektrike në vend. Ju falenderoj. Znači, za mene stvarno čest i zadovoljstvo. Danas kao vicepremjerot Andjušev da učestvujeme na ovaj nastan. Imajte predvid дека кога ја најавивме новиот модел кој е во новиот закон за енергетика, каде што од фидинг тарифа воведевме премиум тарифа, имаше многу скептични во јавноста, но не само, и во опозицијата, дека овој модел не може да функционира во нашата држава, а денеска се кажува баш спротивното. Имајте во предвид дека од првиот јавен повик од 11 локации, во 7 од нив имаме понуди за 0 премиум, а и денеска сум убеден дека имало такви понуди. Ова покажува дека ние нема да ја зголемеме цената на електрична енергија од производство на обновливи извори, но истовремено со новиот модел нема да даваме големи средства од страна на буџетот на Северна Македонија, но во спротивно ќе го зголемиме производството на електрична енергија од обновливи извори во Северна Македонија. Како што наведе и вице-премиерот, ние нема да застанеме тука и освен што им даваме можност на приватните инвеститори и преку СМ ќе продолжиме со инвестициите во ТЕЦ Осломеј и наредната година ќе продолжиме со инвестициите во РЕК Битола, каде што
ќе ги зголемиме капацитетите производени од страна на обновливите извори во нашата држава.